Qëndrimi i Kuranit ndaj shkencës. Kurani i cakton shkencës vend vendimtar për realizimin e lumturisë në këtë botë, sepse me anë të arritjeve teknike mundëson prodhimin e madh të begative materiale, por është karakteristike se edhe për realizimin e lumturisë në botën tjetër, në masë të madhe e lidh shkencën me logjikën. Me Islamin nis epoka e mrekullive natyrore e shkencore. Kurani na udhëzon për tek mrekullia e natyrës. Porosit kuranore na udhëzojnë që me ndihmën e shkencës t'i zbulojmë mrekullitë në natyrë. Fjala e parë që i është shpallur të dërguarit, Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka qenë: lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Kjo është në harmoni të plot me konceptin e përgjithshëm të Islamit, që shkencës i jepet rëndësi e madhe. Kjo ka qenë ndërkohë paralajmërim e vërejtje në fillim të shpalljes për rolin e madh të shkencës në jetësimin dhe zhvillimin e mendimit islam. Me këtë, është thënë hapur se njeriu pa shkencë, pa dituri, nuk mund ta kryej misionin e vet dhe të arsyetojë ekzistencën e vet. Njeriu nuk mund ta udhëheq e ta sundojë natyrën para se të njohë dhe të zbulojë begatitë e saj. Ai duhet të njohë emërtimin e të gjitha gjërave, funksionimin e dobinë e tyre në lidhje me jetën njerëzore që t'i shfrytëzojë. Kohët e fundit, kjo ka qenë një temë aktuale në të gjitha vendet muslimane. Para së gjithash, është i parsyeshëm shtrimi i çështjes së qëndrimit të Islamit ndaj shkencës, kur dihet që shkenca është pjesë përbërëse e Islamit. Sipas Islamit, shkenca e logjika janë plotësisht të pavarura në kuadër të fushveprimit të tyre. Në botë, ne shohim se fjala e saj dëgjohet. Shkenca është e pakufishme në hulumtimin, zbulimin e kësaj bote dhe begativet e saj. Sipas Kuranit, asgjë nuk ka filluar rastësisht dhe asgjë nuk fillon. Kurani në shumë vende thekson se çdo gjë është krijuar me mas e plan. Çdo gjë dhe çdo send në këtë botë që shohim e ka vendin e vet dhe i shërben qëllimit të caktuar. Asgjë nuk është krijuar pa qëllim e as nuk ka filluar pa plan, theksohet në Kuran. Në botën e dikurshme, njeriu t'i takon vendi i posaçëm dhe roli i veçantë. Sipas Kuranit, njeriu i është nënshtruar dhe i është vënë në përballje gjithçka që ekziston në tokë e në kozmos. Ai është përfaqësues dhe mëkëmbës i Zotit të madhëruar në tokë. Ai shfrytëzon dhe qeveris tër botën e dukshme.